policinë e tjerë. Po nëse ti bën fraude me kompani, nuk është problem. Çfarë kompania? Do të jetë në Afrikë, Shqipëri, kupton? Por ai shkosa për të një sistem. Ideja është këtu. Ta fusun dy bane, ndem që ta ndej. Dhe nëse bëja si kompani, ti nuk e mbaj një qendrim ti. Derisa ta heqësh qendrimin, ç'të them? Fisnik për një situatë që do të kishte trup. Ke dhënë dorën, se kohës ka punuar dhe ato listë ka pranuar dhe të konkurrente. Po jam marrë me këtë. Një konkurrente vetëm. Kupton? Dhe unë i thash asaj sot, prandaj hyre të mori dhe i thash, po si mundesh të thash me këtë konkurrente vetëm. Shkosh të takosh të gocën, i thash më të çohet për ty, i thash do t'jap edhe dorën. Pranoj edhe që ti je një konkurrente vetëm me ty. Dhe ti i thash të gjesh situatën e jashtë dhe sjellsh asaj këtu me njerëz që nuk janë fare këtu. Po ç'është situatë? Po ç'është situatë? Po pse kam përmend ai parë dhe si duhet e kanë diskutuar jashtë këtë gjë. Sepse ishte një situatë që u përmend në të njëjtin ditë dhe nga ai dhe nga ajo. Dhe po të them edhe një herë, nuk ka, domethënë nuk ka ajo gjë që ato nxjerrin nga goja, nuk ka shanse. Nuk ka valla, sepse ta thash ke një inat real tani ndaj kësaj që është këtu. Apo thjesht je pajtuar me faktin dhe nuk e vret më.